që pushteti vendor organizon për zona të ndryshme, si orientohen tendencat në dijenin tuaj dhe sa rrezik kanë këto banorë që kanë vite që jetojnë për këto ndërtesa të vjetra, le të themi, qofshin 4, 5 apo 6 kaçe, sa rrezik potencial kanë që së shpejti të zhvishen nga të drejtat e pronësisë? Rreziku është për shembull në rastin e në qoftë se duhet të shikojmë të lidhur domethënë nismat që bën qeveria. Po. Qeveria kur propozoi nismën për të vlerësuar teknikisht pallatet e vjetra, nuk e bëri sigurisht u paraqit domethënë që është nevojshme që të ndërhyjmë, të riparojmë pallatet e amortizuar. Mirë po, mund të ndodhi për shkak që këtu krijohet edhe mundësi abuzimi. Nuk po them që kjo është skeme përgjithshme për abuzim, por ka terren për abuzim. Abuzimi do thotë që në një moment caktuar mundet që akte ekspertiza teknike të nxjerrin që pallati ka nevojë për të shëmbur. Mund mos ketë realisht nevojë, por si kundërshtohet ekspertiza? Kjo kalon një andrrall të gjatë për gjyqe, fatikisht, banorët e njësive për shkak si kombinati apo rruga Myslimketa në Tiranë kanë bërë procese gjyqësore në rastin e tërë, se ka qenë një situatë e ngjashme dhe deri diku e kanë gjetur zgjidhjet. Por janë ende në luftra, në gjykata dhe kanë kosto të mëdha që përballen për procese gjyqësore.